Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të fokusuar tek lajmet më të fundit që kanë të bëjnë apo që vinë në fakt nga fansat e Gjestit. Gjesti, edhe pse po kalon ditë shumë të rënda në jetën e tij, po kalon momente shumë të rënda, po kalon të merin që normalisht askujt nuk dëshirojmë t'i ndodhen, por Zoti është ai i cili vendos për fatin ton, Zoti është ai i cili vendos për ditët tona, Zoti është ai i cili vendos për jetën ton dhe pikërisht është Gjesti ai i cili po e përjeton me shumë dhimbje humbjen e vllaut, duke ditur edhe çfarë lidhshmërie dhe çfarë dashurie njerëzore kishin për njëri tjetrin. Brenda shtëpisë së Big Brotherit, Gjesti gjithmonë fliste për të. Gjithmonë e kishte pikë në zemër, ishte më i vogël i shtëpisë, ishte më i dashur i shtëpisë, ishte sugari, siç i themi në dialektin ton, dhe Gjesti luftonte vetëm për ta parë familjen të lumtur. Por kjo lumturia nuk zjati shumë. Një lumturi e cila zjati shumë pak, por të paktën Eldioni iku herët nga kjo botë, por iku me shpirtin plot. E pa suksesin e vllaut, e pa familjen të lumtur, i pa prindërit të buzëqeshur dhe sot është në parajs duke qenë me shpirt pranë të dashurve dhe miqve të tij. Por ato që nuk heqin dorë nga Gjesti dhe që i qëndrojnë pranë në ditët e tij më të vështira dhe që mundohen në të gjitha format ta mbajnë Gjestin e tyre, Gjestin i cili luftoi në Big Brother për 7 muaj të tërë duke dhënë dashuri, duke dhënë energji, duke dhënë pozitivitet, duke treguar një djalë i cili nga jeta kishte mësuar se çfarë është të edukohesh nga vetja jote dhe të punosh dhe të luftosh për të ndjekur ëndrrën, ë. Gjesti na tregoi që brenda shtëpisë së Big Brotherit që kishte luftuar shumë, kishte fjetur edhe nëpër dyert e studiove, ato studio të cilët dikur nuk i besonin fare potencialit të tij, inteligjencës së tij, botës së tij, dashurisë së tij, por Gjesti këtë gjë e bëri me dashurinë më të bukur, duke luftuar dhe duke patur besim në vete. Ne themi gjithmonë, duke patur besim në vete, asnjëherë nuk jemi të humbur, asnjëherë nuk jemi të dështuar, asnjëherë nuk jemi të lënë pas dore. Besimi është arma që njeriu e mban të fortë, besimi është arma që njeriu e mban në këmbë dhe besimi është arma që njeriu t'i tregon se rruga e drejtë është rruga e djersës, rruga në të cilën ti lodhesh edhe mundohesh çdo ditë që të nxjerrësh diçka nga vetja për t'i treguar publikut që unë jam i veçantë. Dhe Gjesti bëri këtë gjën. Gjesti e bëri dhe luftoi këtë gjën. E bukura në këtë mes dhe sekreti në këtë mes është që ato të cilët nuk hoqën dorë në asnjë moment nga Gjesti, ato të cilët nuk u larguan në asnjë moment nga Gjesti, janë fansat e tij, janë djegësit e tij. Në grupin e hapur në Instagram, teksa jam me ju, domethënë dua pak të kyçe, në grupin Gjesti Community, është një grup që ka mbi 4900 ndjekës, diçka të tillë, kanë ardhur disa mesazhe dhe vinë disa linqe që ndjekësit kërkojnë nga nubat, pasi që tashmë ato fansat e Gjestit të quhen nuba, kërkojnë që të mos harohet të votohet, tani që Gjesti nga rënditja që ishte në vendin e 10 dhe të 9 shkoi në vendin e 8, tani ka arritur në vendin e 5 dhe të 6. Domethënë, ndjekësit kërkojnë që Gjestin ta rikthejnë në vendin e parë, aty ku vokali i Gjestit e meriton të jetë, aty ku zëri i Gjestit e meriton të jetë dhe aty ku kënga e Gjestit e meriton të jetë. Në vendin e parë, të luftojmë të gjithë për vendin e parë. Linku është i dërguar po në këtë faqe, domethënë votohet në top listën që është hapur në faqen e topchannel.tv. Në top listën janë të radhitura të gjitha këngët dhe fansat duan që Gjesti i tyre i dashur, që e duan më shumë se gjithçka në këtë botë, të kryeson në radhitje të parë. Por po votohen të gjitha këngët, po dëgjohen të gjitha këngët dhe fansat tani kanë bërë një farë lloj proteste në rrjetet sociale, konkretisht në rrjetin social Instagram, që këngët e Gjestit
të klikojnë të gjitha, do të thënë të futet në YouTube njerëzit të klikojnë të gjitha këngët, nga Veshu e Ndreçu tek Katile, tek këngët të Valla, e shumë hite të tjera që Gjesti ka sjellur në skenë, do me thënë Princesha, këngë që sot e kësaj dite mbartin një klikueshmëri, një dashuri shumë të madhe dhe një vëmendje shumë të madhe nga fansat. Andaj apelohet në formë, le ta themi, proteste është ngritur kjo për Gjestin, që Gjesti të klikohet sa më shumë, që këngët e Gjestit të kapin lajmin e madh i cili u dha edhe nga Bonart Ajvazi, menaxheri i Gjestit, që kënga e Gjestit ka arritur mbi 20 milion klikime, do me thënë të procesuara, me patjetër kënga Veshu e Ndreçu në për të gjitha platformat që është dëgjuar, që realisht për një artist i cili ka patur shkëputje, Gjesti pati shkëputje një muaj para se të ndodhte hataja e madhe, do me thënë ajo energjia e bukur, ai zëri i bukur, ajo kënga e bukur u ndalua për disa probleme që në fakt Gjesti me të drejtën e tij kërkonte që gjërat e tija të mbeten të tija dhe fatkeqësisht në tregun muzikor janë ca rregulla që mendoj unë që duhet ndryshohen dhe duhet të respektohet vlera e tjetrit dhe potenciali i tjetrit, por fansat janë ato të cilët nuk heqin dorë në asnjë mënyrë duke i ndihmuar Gjestit. Domethënë është ky grupi i hapur në Instagram që unë e bëj gjithmonë publike dhe dua t'i falenderoj këto çuna, këto goca të cilët të qëndrojnë pas këtij Instagrami duke i ndihmuar dhe duke i dhuruar Gjestit mbështetje shpirtërore dhe dashuri të madhe. Por ka dhe grupe të tjera që bëjnë namin duke e mbështetur Gjestin. Andaj po ju lus të gjithëve publikisht, aq sa ju të keni mundësi brenda ditës, brenda darkës, jeni në shtëpinë tuaj, futuni në YouTube dhe klikoni këngët e Gjestit, domethënë këngët të klikueshme, të dashura, pozitive, le t'i çojmë këngët e Gjestit më shumë milion se sa janë, sepse Gjesti mendoj që është artisti që e meriton të jetë në vend të parë, sepse nga historia e artit, nga historia e artistëve që unë kam dëgjuar personalisht, është Gjesti i vetmi që ka sakrifikuar kaq shumë për të qenë në skenën muzikore. Do të thënë muzikën, artin e ka dashur me shpirt, e ka ndjer me zemër dhe mendoj që është mëkat një djalë i cili ka potencial kaq të madh të mos të jetë në vend të parë me këngët e tij, me hitet e tij që në fakt janë hite të mrekullueshme. Në fakt këto janë këngë të mrekullueshme. Unë shpresoj që Gjesti ta arrit ta merr vendin e parë, andaj klikoni faqen e Top Channelit, le ta shikojnë Gjesti që ne e duam akoma, le ta shikojnë Gjesti që ne e mbështesim dhe ndoshta ne do të bëhemi sebepi që Gjesti do të kthehet më i fuqishëm se kur, do të kthehet më i buzëqeshur dhe me këngët e tij, me zërin e tij që tashmë këngët me patjetër që do të mbete një dedikim për një histori të cilën të gjithë e dim, besojmë që Gjesti do të na bëjë të gjithëve edhe më shumë ta duam se sa e kemi dashur. Ndihmoni Gjestin, faleminderit të gjithë grupeve dhe fansave dhe do takohemi sërish me lajme të tjera.